Edi Rama është burr danaq, që se po në mo, jo më jap jetën ati. I shtoj 5 vjet ja japu nga jeta ime. Edi Rama i po. Edi Ramës 5 vite. Po Lalierë sa vite? Lalierë 40 plakët. 40 plakët. Po, aty të ri. Po, Berishës. Ai vjen ata. Ai të ri karikaturar shekullit. Nuk është shumë. Ja. Po është fundë. Mori. Burr danaq, që se po në mo. Edi Rama, burr danaq, e? Po është çuri ke fiksiti. I jep jetën për Edi Ramën, a? Ja, thash, është e di pse. Është 7 lojnash, i ka gjithë lojnat e mrena. Ajo trim, i ka gjitha. Edhe e du fort se është punëtor. është kalimtar, punëtor. O studius. Ti, kjo video jote që kemi bërë një rastisht ka qenë me festën e pavarësisë. Me 28 nëntor. Po, masi parakalova me një sindajt, unë ngre flamuri, edhe dola, unë së pas fara atë, po qita të qa kishem shpirt. Ti thash. I ke realisht në shpirt, i ke këto fjallë. Po i kom shpirt, i kom shpirt, unë dal nga bio. Unë jam një tjallë, unë jam një burr trim që vin nga varfëria, nga Treva Dajtit, nga fshati Sel. Rri këtu, kam një hyrje këtu, unë jam në punë, iki me gjithë familjen shtu në djel, edhe du drejt, edhe llafën që e them me kuptim plot. Nuk je ndikuar, pra. Jo. E beson atë se çfarë thua. Jo. Nga se lidhesh, Jo, nuk njoh fare, a kupto, them atë që është. Po pra, nga se lidhesh nga ajo që doli nga shpirti. Ku e shef ti Edi Rama, për shembull, që është punëtor, duhet të ketë 5 vite jetë, gjitha këto E shoh pikë në parë, pikë në parë, ai kur del në për Evropë, ai ka një çerë tjetër për burr. E ka pra. Edhe i ka bën miq gjithë, kur është vllai i vogël i Erdoganit. Erdogani bën miq kot. Ati thot vllai i vogël. Tani u desha të them jo dy llafe për atë çunin. Për ta parë se të kalojmë ke Erion Velia dhe për atë çunin që do të flasësh. A mendon se do ta marrë Edi Rama mandatin e 4? Po. Po. E meriton thua? Po, e meriton. E ka menaxhuar mirë punën, ai pastroi lanën, kurse ky çuni, ky kinguri që e kanë quati ke. Erion Velia. Po, ky pastroi gjithë Tiranën. Edhe ky s'ka pa gjak me sy, jo të bëj gjak, po s'ka pa gjak me sy, nuk e njeh gjakun ai. I ka rënë qaf, Po i ka rënë qaf. Po, mendon se do fitoj ai mbi atë padrejsinë që po i bën? Po, do fitoj. Ja me shpirt, ja. Do fitoj. Pak më parë më thë që e ke pa dhe nëndër, e shërë nëndër. Po, e kom pa nëmë se çdo natë shoh ke televizori, e them o s'do të dali. Lutesh çdo ditë për Erion Velia që dali nga ajo situata që është. Edhe në Kur'an thuhet, Allahu thot, vetëm me durt me gjak mos thekë unë, gjitha gjërat tjera ja fal. Ky s'ka boj gjak. Jo, ky ka pasur Tiranën, gjithë kanë vjedh. Se futet me diun, që unë kom qenë të punu nga ara, që u trema aty, u të në gjithë Balkani. Po, se futin ta, po se liberishin, se futin për isin janarin, në burg, për këta pisa tjerë që vonë gjithë Shqipërinë, kjo qënëri, ky. Hajde, që ka vjedh, asë që s'ka vjedh. Vetë ja, du mi di faqen të nuk e du në të mirin, atë pasin. Tani, ju doni dilni tani ke prokurori që është marrë me çështjen e Erion Velias, që Erion Velia ka kthyer deri diku personale për Olzdadon. Ky prokurori Olzdado, ky mu më ka milë qeshtjen. Qeshtjen. U kom qenë i lamë gjak ke komisariat i 4-ës, edhe kom qenë ke policia mjeku ligjore, edhe mu ky... Jo, keni pra, për ta këthejmë edhe për kamer, për çfarë që... Për çfarë ngjarje bëhet fjalë, Si ka qenë mori një qenë atje u lava më gjak tjerë u vdek. Po, kalova dhe policia mjeku ligjore, edhe kom dëshmitar dhe shef në 4-ës, i shefi 4-ës këtu lartë, kino stute, bravo, edhe mylli qeshtin, i mori 3.000 euro, edhe moram telefoni thash, Olë thash une, me respekt, po më telefon, po, thash une, tani thash po të respektoj, plot respekt po të folë, thash une, se që e ke prokuroria Tiranës, dhe kalove, thash une, je mëj malë tani, bo mirë, thash une, i 1.500 euro do më japsh mu, i 1.500 euro që morë zotërisë, thash une, maj, se më ka thonë mu qeni, po, 3.000 euro ka marrë ati zotërisë, po, më dhe qesë mu pra, ja mori, e kupto, edhe i thash, bjerë 1.500 euro mu, se më ka thonë qeni, mu, s'ka thonë ty, edhe ma gjithë, ma ti gjithë, më dhe telefonit, dhe do flasë nga afër.
Edhe kaq. Jo, s'u mora më thënë. Edhe ky sot merret herë, mu mua me qende katunit, tani merret me pse du të jepshin 2-3 milion lekë tani nga ngushtë. Ore, i mori, ja mori zotit sa di. Zotit Qenit. Ja mori vlla. E nuk i thash, me kuptim plot mi llafet të madhe, thash, i dajmë për gjysmë ta lekë thash i more. Me stil. Thash, brava, se më ka hanë mu qeni, s'ka hanë ty qeni. Pse më me qeshin? E tani merret me Rion Velin me fustanet. Sa fustane ka këtu, që unë fustane komple fustane dhe kom shkum dalë, komple fustan. Përni, me ku, se a kjo është. Ore, gjithë njërësia blejnë e bënë, brava. E tani, a i quni unë lus, a i progrori ti nga qështja atje, ta marrë një tjetë qështën, se kjo mashtrus. Po që da, do është mashtrus. Po, mashtrus. Po pse e majtë? Sa koka që ka ndodhë njërja? Ka një vite gjysë. I vite gjysë, po si e mana koha? E majtë aty ishtë aty, e pashët këtë dosë ke koma ta krimtarit, që më bo kë vjersha, histori, shkrim e kong, tekse, a kupto, edhe e pashët aty dhe e mora. Po e manë gjithmonë? Sash, Olë, jo mërë, që du ta maj, a kupto, e pashë, Olë, sashë, ku doli kë? E morë sot me vete. Sot. Po mirë, a mendon se ky po bën padrejti thua ti Olsi ndaj Rion Velit? Po. Po pse po ja bën ti këtë njëri? Po ja bë pikë në parë këtë e kanë jo ai, pa e kanë zgjidhur gjithë ato punëtor. Pikë në dytë, ky ka pas do me shtrëngu tani se ka dash në leje në gjon atje, ju ka prish interesi, ky si ka thonë, edhe ju ka prish interesi edhe thotë më herë dorë thotë ta njollos. Po. Më çon e du me gjithë shpirt. Rion Velia. Po, i jap votën këtu, ja, me Allah, e me shpirt që kam, quni tjetë dali ke bashkia. Ka ngellë kë qyteti jetim. Ka ngellë jetim, po. Po më mirë është Edi Rama, si ke dy të mira në krah. Edi Ramën dhe Rion Velian. Në bashkë ata. Ata po ditë me majtë, Edi Rama mos ta njollos ata, Edi Rama ta forcoj ata. Ta forcoj ta laj. Po e mbështet Edi Rama Rion Velian tani? Aty s'jam zemrat aty unë. S'jam zemrat aty, po unë e përshëndes. Veprimet që bën me. Po, unë Edi Ramën e kom ku ka presh shiritin këtu i kom dalë ke makina me kostum popullor. Sigurisht i djali pasarit ri, mu shem shtëpia, mu bon, edhe thonë jam me zemër, thash unë mbje sigur e pika në Paris. E kom taku shumë herë atë burr, edhe për mua burr. Ai tani e di vet. Atë e ka djalosh e kam krah. Ka shumë shqiptar se shohin këtë që thoni ju, shohin për shembull. Nuk merr me unë, jo. Mjerim. Jo, unë të them atë bion që jo, unë nuk marr pjesë, bëj pjesë me njerëzit këta, e nuk mund të jem prish nga mend. A më kupto, unë jam i sforcuar në punë, edhe unë nuk rri dite pa punu. Edhe i vrava sy në trezor të patë. Qa të bëhet, mëram, po më thoshin njërës miq, gzim, jam mërzit, se kom qym me panajire, me gjona, me festivale, qas s'kom bon, kom net në kom, për festat e qërimit dhe gjonat. Ka bo punë mira, punë bura. E ka rrugullu Tiranë, si që Tirana. Janë ato smirushat që ja bëjnë andi. I bëjmë thirrje drejtësisë shqiptarëve që të rikthejnë atë të mohuarën, këtë të padrejtën që i bëjnë andi Rion Velia. Mund t'i bësh i thirrje nëpërmjet kamerës dhe mikrofonit piskut. Si të bëj thirrje? Po, thuj njerëzve dhe Spakut të hyre drejtuese. Po Spakut hika i Olsi, hinga ne, Tamari Domani. Ai Tamari Domani. Ai ta marrin. Po qytetarët që mendojnë kundër Rion Velia, që thonë që duhet të dënohet. Ja, këta nuk i besoj unë. Janë prish nga mend. Ata që thonë janë prish nga mend, po. Ata që thonë mirë, ata janë standard njerëz. Je njeriu e qit nga shpirti. Uksimo, je në Rumi, respektum, je artist. Je artist? Jem artist. Për zotin ty. Bien. Edhe unë nga këtu tani unë e fus e shtyp pinin dhe iki punoj. Po vjo dhe këtu këti, po se villoj punë, po villash punë jam rrugaç. Po ne që rrinë tu? Jo, jena punëtor, jena punë. Unë ty, për shofa ti, unë qesh dhe... E pa videon e parë që po shumë viral. E ke but dy pjesë. E kam but burë, mirë. Edhe ke fikse, Danaq. E kështë që ti ke fikse. Danaq Tironi, për shnes? Unë ty,
Ne do takojmë, do bëjmë punë artistike me veprat tuaja si këngëtar dhe kërcimtar. Kur do vi këtu do bësh këngën e fundit që do bësh. Jo, unë do bëj një qyqe, jo qyqe më i madhe Tiranës. Unë do bëj, unë konvizoj edhe me Elbasanin. Folit të lafën i me, jeni, një nështi, jeni. Këto këta e lafët vjetra, edhe unë jemi trebës, edhe jam Ben Ali, dem, baba dem, katunat Tirane, e do vitë bëj qyqin e Beharit. Ne bëjmë tani Behar? Tani në vëlla, tani pra. Apo vje Behari? Do më kontaktosh. Apo vje. Kjo është kënga më vjetër. Qyqja vjetër, se kena Behar, se vje Behari. Ikse ika. Ikse të përshëndes, ti jesh mirë gëzimo.